Çfarë e nxjerri Ademin alayhi salam dhe Havan nga xheneti? Çfarë e nxori Iblisin nga mëshira e Allahut deri tek mallkimi i tij, nga besimi dhe në mosbesim tek tij? Çfarë e goditi dhe e shkatroi popullin e Nuhit alayhi salam derisa uji u ngrit mbi majet e maleve? Çfarë e solli erën shkatruese tek populli i Adit derisa trupat e tyre u hodhën sikurse që të ishin trungje të palmave të rrëzuara? Të dashur vëllezër besimtar, një nga problematikat me të cilët po përballen shoqëritë tona muslimane në kohën tonë bashkëkohore është shtimi i mëkateve dhe gjunaheve, veprave të ndaluara dhe të këqija në forma të ndryshme. Në lidhje me këtë ka thënë Ibn Qayyimi, Allahu më shëroft, mëkatet, gjunahet kanë dëme mbi zemrat e njerëzve, ashtu sikurse që kanë helmat mbi trupat e tyre, në bazë të shkallëve të ndryshme të tyre. Dhe se a ka ndonjë të keqe apo ndonjë sëmundje që e godet njeriu si në këtë botë apo edhe në botën tjetër, vetëm se është shkaku i mëkateve dhe i gjunaheve. Vazhdon ai Allah më shëroft në fjalën e tij dhe thot: çfarë e nxjerri Ademin alayhi salam dhe Havan nga xheneti, nga ky vend i begatisë, i harmonisë, i gëzimit dhe i kënaqësisë, në vendin e hidhrimeve, të pikëllimeve dhe të fatkeqësive? Çfarë e nxori Iblisin nga mëshira e Allahut deri tek mallkimi i tij, nga besimi dhe në mosbesim tek tij? Çfarë e goditi dhe e shkatroi popullin e Nuhit alayhi salam derisa uji u ngrit mbi majet e maleve? Çfarë e solli erën shkatruese tek populli i Adit derisa trupat e tyre u hodhën sikurse që të ishin trungje të palmave të rrëzuara? Çfarë e solli britmën shkatruese tek populli i Thamudit derisa zemrat e tyre u coptuan nga krahërorët e tyre dhe të gjithë vdiqën? Çfarë e përmbyti Firaunin dhe parin e tij, dhe çfarë e fundosi Karunin shtëpinë dhe pasurinë e tij? Të dashur vëllezër besimtar, nuk ishte asgjë tjetër vetëm se mëkatet dhe vetëm se gjunahet. Në kohën tonë bashkëkohore, në zamanin tonë, në vaktin tonë, disa nga njerëz thonë se përderisa unë jam musliman, jam besimtar, i plotësoj 5 kushtet e Islamit dhe 6 kushtet e imanit, atëherë çështja e mëkateve dhe gjunave është një çështje shumë e lehtë. Sonë po fali namaz dhe se Allahu është falës dhe mëshirues. Të dashur vëllezër besimtar, perceptimi i këtyre personave nuk është i drejtë. Ne e dimë se më të vërtetë dhe padyshim Allahu është falës, Allahu është mëshirues, por edhe dënimi i tij është shumë i tmerrshëm. Allahu na porositi në Kur'anin e tij fisni ku thot: "I'lamu anna Allaha shadidul iqab wa anna Allaha ghafurur rahim." Dini se Allahu ka një dënim shumë të madh dhe të tmerrshëm, por është edhe falës, por është edhe mëshirues. Tha gjithashtu Allahu te baraka wa taala: "Nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa anna 'adhabi huwa al-'adhabul alim." Njoftoi robërit e mi, un jam falës shumë i madh, jam mëshirues shumë i madh. A mund dal me kaq vëllazër? Jo, po thot Allahu për njoftoi edhe robërit e mi se edhe dënimi jam është shumë i madh. Edhe dënimi jam është shumë i madh. Tha Enesi radhiyallahu anhu, ku këtë hadith e shënon Imam Bukhariu në koleksionin e tij të saktë: "Innakum lata'maluna a'malan hiya adaqqu fi 'uyunikum min ash-sharr wa inna kunna lana'udduha 'ala 'ahdi rasulillahi min al-mubiqat." Ju po bëni vepra dhe po punoni punë të cilët juve po ju duket se janë të holla sa çimja e flokëve, por ne në kohën e pejgamberit alayhis salam këto vepra të cilët ju po i bëni të holla dhe të vogla i kemi konsideruar prej mëkateve shkatruese. O vëllezër besimtar, një mëkat i vetëm ishte shkak që sahabët ta humbin betejën e Uhudit, kur pejgamberi alayhis salam ju tha: "Mos zbretni nga kodra." Ata zbretën, nuk e ndëgjuan pejgamberin alayhis salam dhe kështu e humbën betejën dhe u vranë 70 prej tyre. O vëllezër, një mëkat i vetëm ishte shkak që një grua të futet në zjarr të xhehenamit, Allahu na ruaj, ku e kishte një mace, e kishte lidhur atë mace dhe nuk i dhonte me hangër dhe me pi, dhe as nuk e lente që ta hante nga insektet e tokës. Një mëkat i vetëm ishte shkak që Allahu tebareke ve taala me e largu Ademin alayhis salam nga xheneti. E tha Imam al-Auza'iu: "La tanzur ila sighari al-ma'siyah, walakin unzur ila 'azamati man ta'sihi." Mos shiko vogëlsinë e mëkatit, por shiko madhështinë e atij të cilët ti po i bën mëkat. Ti kur ti bësh mëkat Allahut, a je duke e ditë kujt je duke i bërë mëkat?
je duke i bërë mëkat sundimtarit, krijuesit të gjithësisë, Allahu te bareke ve taala, ai i cili e krijoi qiellin dhe tokën, dhe ai i cili ty të krijoi dhe ty t'i dha sy, durë, këmbët, shpirtin dhe çdo gjymtyr, vetëm ta adhurosh Allahun te bareke ve taala.